Bisedonin me dikë. Jezi e gjeta shtëpin, I thoshte një grua të prishet mendja nga të gjitha këto godina të reja. Edhe ju ama shtëpi të bukur keni marrë. E që të bësh... Një, kush përlica? Kush përlica? Lezo kushtrem. Jeke lezo sodio, lezo. Sleka për cilë kushtrimje. A përshirme, a thash, se shpirtia së për cilë? Ti bendove ke lecu një herë marë nuk bane për cilë, a? Ta është dhe ta nërë një nëndë. Shka thash në orën e parë, kush nuk për cilë nesh, hajde pa të të lezën të pra. Ishte bësh pa e të naqur, nëna, ishte. Grinci hapi derën dhe hyri brenda. Deshi të përshëndetje por I ngriu fjala në buzë, kur pa një valigje të dërase, aty rrëdhë murit. Në pilezove një, hajde dhe një. Prej fikës, jali në fundës e pilezove. Ku më prej fikës? E po të gje. Prej të rrëdhë. Shtu gjithë? Po, ku ishe? Rrëdhë murit. Po. Që kërë? Mirë të përshëndetje. Hajde, eshe. Keni kujdes, keni fiksime. Përshëndeste. Por I ngriu fjala në buzë, kur pa një valigje. Dërase aty rrëzë murit, ky është djali. Aty rrëzë murit, e rrëzë një këtë? Jo. Pashe, po vazhdo me njëherë djalin e re, e s'po në alësheq. Ky është djali ynë I vogël, Grinci I tha babai mysaferes dhe pastaj... Pujt, dhe zomir. Vazhdo, dhe zove një rëtjerë. Mysaferes dhe pastaj I tha Grincit. Tito ata, është nga fshati ynë. Ka ardhur për të takuar të birin që e ka ushtar. Këtu? Një. Dhe zë njëmës atë të Bjenci u... Që e kam me në susesi të djetë, të apo djesaj ma që kam e pra të smishe me në zhë. Që e kam, shtu edhe leqe. Ashtu. Bjenci u afua